jashtëzakonshme, sepse në një farformë është vështirë e argumentueshme që sepse fundja kanë janë këto rivale mes vete? Rivaliteti në mes të lidhjes demokratike dhe lëvizjes vetëvendosje është dukshëm më i oltë, edhe dukshëm është më i vogël, edhe dukshëm që nuk do të rritet në të ardhmen në qoftë se ekziston në mes një parti e dytë që është Partia Demokratike e Kosovës. Shto edhe këto komplet ballafaqimin, edhe komplet arsyeën pse është rrit lëvizja vetëvendosje është në kurrez të Partisë Demokratike, jo në kurrez të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mirë, Bardh, po, kemë shtu? Po menoj, ma shumë elektorat, nëse shohim për zgjedhjeve të fundit, ka marrë për vitit 2021 ka marrë për LDK-s. Ideja pse është rrit lëvizja vetëvendosje ka qenë duke i kritiku Partinë Demokratike të Kosovës dhe bartësit kryesor të institucioneve që kanë qenë edhe duke paraqit Lidhjen Demokratike si bashkëpunëtore tyre dhe të nështruar në raport me PDK-n. Mirë, po prapë po tenton që kjo logjik të vazhdoj për Lidhjen Demokratike, sepse në qoftë se kanë qenë deri në një kohë bashkëpunëtorë dhe varës të Partisë Demokratike, sot po tentohet që e njëjta gjëra të ndryshohet të jenë bashkëpunëtorë dhe varës të lëvizjes së vetëvendosjes. Në ftesën e kurtit që për me tregu. Nëse keni qenë varës deri sot, vazhdon të njëjtën gjë edhe ta shëtutje. Nuk ishte ftesë sinqert. Tha, ju keni bo bashkëpunim, tha, me PDK-n, me AK-n, me këto, tha, dhe pse... Ja përmeni ishat. Po, ja përmeni ishat. Pse tha është problem, tha, pse të mos e bëjmë tani, po të shkojmë edhe në një parë zgjedhje të reja ishë bashkësi komunikimi. Mirë, e ka përjashtu çdo mundësi për të bërë marrëveshje me Partinë Demokratike, veçanërisht edhe mbrëm këtë e potencoj përsëri kryetari lëvizjes. Nuk e përjashtoj çdo mundësi. Edhe një mandat, tha, në opozitë. Po. Tha nuk është ende nuk jemi pjek kushtet mjaftueshëm që të kemi një bashkëpunim me PDK-n për momentin. Tani e ka përjashtu çdo mundësi. Kështu që unë besoj që kurti kur po fol në këtë kohë nuk po i fol PDK-s dhe LDK-s, po i fol votuesit tyre. Pra parafërsisht e kanë një shtrat elektoral të njëjtë me LDK-n. Pra është kë vota e LDK-s, e kemi po që shë thash më herët në vitin 2021 që ka përfundu një pjesë e madhe vetëvendosje dhe nuk është kthyer aq shumë në zgjedhjet e fundit. Prandaj unë besoj që kurti duke mbajtur këtë rivalitetin me PDK-n tenton me i marrë njerëz të LDK-s afër vetë. Madje kemi po Marigona Geci për shembull, një prej deputetëve të LDK-s thotë që unë nuk e votoj në qeveri me PDK, ndërkohë që duket me hapur me votu një qeveri, ndoshta me vetëvendosjen. Edhe kur të llogarit në këtë rivalitetin e përhershëm që kanë qenë mes LDK-s dhe PDK-s, për bindjen tëm ky rivalitet nuk ekziston ose është shumë më i vogël se sa që kur të llogarit, sepse sot një votuesi PDK-s dhe një votuesi LDK-s kanë shumë më shumë gjëra të përbashkëta se sa me votuesin e vetëvendosjes ose se sa me kurtin si kryeminist. Ama Bardh, nëse që me bo pak ma interaktive. Ideja është që nuk besoj, në diçka e tillë ka mujt me qenë në fillim të legjislaturës edhe të qeverisës të zotrit Kurti. Unë po besoj që pikat e përbashkëta edhe të votuesit të PDK-s, edhe të VV-s, në qoftë se flasim sot, në momentin ku jemi, ka shumë të përbashkëta. Cilat janë ato të përbashkëta të dyja partive? Apo votuesve të tyre? Sepse edhe votuesit të PDK-s në të kalumen, na e dim forma që kanë votuar një parti politike. Fatkeqësisht ka qenë një lidhje klienteliste në mes të votuesit edhe partisë në pushtet. Po. Sot besoj që mundemi me thonë të njëjtën gjë edhe për votuesin e lëvizjes vetëvendosje. Nuk ka qenë kështu mendojnë edhe për votuesit e Lidhjes Demokratike? E thash për të dy, edhe për Lidhjen Demokratike edhe për PDK-n, po përmendi afërsia, risia është që vetëvendosja ka përfunduar në të njëjtin stad. Në fillim nuk ka qenë diçka e tillë. Në fillim nuk ka qenë diçka e tillë. Po, ka pas vot idealiste shumë. Ka pas vot. Sot arsyeja pse njerëzit e mbështesin lëvizjen vetëvendosje dhe partinë e cila është realisht pjesë e pushtetit, në këtë rast është lëvizja vetëvendosje, dhe të gjithë ata nuk besoj që janë çështje idealiste, edhe nuk besoj që janë çështje programore. Mirë po, në momentin që një parti është në pushtet, edhe dikush e ka fuqinë e pushtetit, mos harrojmë, ne kemi të ashtu quajtur deputet, të cilët kanë mbështetje jashtëzakonisht të madhe popullore, vetëm se janë pjesë e lëvizjes vetëvendosje me zotrin Kurti. Të njëjtit, në momentin që i prishin raportet me zotrin Kurti, ata as nuk e kalojnë pragun, nuk shihen më në kuvend. Kemi pas shumë deputet që mos më hime i përmend me emër, në momentin që kanë prishur raportet me zotrin Kurti, ata nuk janë pjesë e listës për deputet. Po, realisht që ndodh në vetëvendosje është që nuk ka subjekt, nuk ka organizat, nuk ka subjekt politik, është veç Kurti, edhe të cilët ta mas ne do të më nështru për me marrë hise në këtë qeverisje.
Në anën tjetër, unë që jemi shqetësuar, është ajo që e tha dhe Shkodroni më herët, që qeveria po vazhdon me marrë vendime. Për shembull, një prej vendimeve të fundit ke Hajrullah Qeku, i cili kishte emëruar 7 anëtare të Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar, nuk e di sa e pot, 5 prej tyre janë aktiviste të vjetra të vetëvendosjes. Pra një prej organeve më të rëndësishme të kulturës në Kosovë, që është Teatri Kombëtar, këta në kohën kur kuvendi është në blokad, kur nuk po ndodh asgjë realisht në politik, këta po vazhdojnë me kapë se cilin institucion. Për shembull, në heshtje madje. Edhe nuk janë veç aktiviste përkrahëse të vetëvendosjes. Për shembull, Raimonda Ahmetaj që është caktuar, ato është aktiviste e vjetër e vetëvendosjes, e cila ka fol, i ka moderu tubimet e vetëvendosjes. Cili është dëmi që mund t'i shkaktoj Raimonda Ahmetaj? Jo veç Raimonda, po du me tregu që nuk është veç Raimonda, janë edhe 4 tjera shumë tafërta. Për shembull, është motra e deputetit Luana Liu në këtë rast, është Gresa e cila në mandatin e fundit i moderante tubimet e vetëvendosjes, pra është bërë një farë rregulli që për me qenë anëtare e Këshillit të Teatrit Kombëtar me qenë më herët moderatore e tubimeve të vetëvendosjes. Në anën tjetër, dami që i bëhet është e pamë sfundme në fund vitit kalum, ku kushtet për aktorët e Teatrit Kombëtar ishin në gjendje jashtëzakonisht të mjerueshme. E pamë grevën e tyre. Dhe një prej antarëve të Teatrit Kombëtar, e cila moderante tubimet e vetëvendosjes, që është Vlora Merovci. Pra, është çike qasi që i kanë fut njerëz të tyre brenda, edhe tash janë duke shtri kontroll absolut në për secilin institucion. Teatri Kombëtar është veç një prej tyre. Më herët para 2-3 javësh e pam në AKP që e kishin dërguar ish këshilltarën e Kurtit, Nora Kelmendin. Mas ne e pom në qendrën spitalore të Kosovës që e kishin dërgu ish deputetin Mirsat Shkreta që nuk mriti me u zell deputet në këtë mandat, i cili e kishte marrë një pozitë jashtëzakonisht rëndësishme. Pra, gjithçka është bllokuar në Kosovë, kuvendi nuk po mrin mu konstituu, mirë po vazhdojnë emërimet edhe punësimet e njerëzve të afërt të Kurtit. Pra po shohim që po punohet në farë mënyrë në heshtje sepse e kemi në fokus. Kjo situatë po i konvenon veç Kurtit realisht, sepse është duke ushtruar pushtetin, nuk është prandaj edhe thot në mbledhje me Memlin edhe Lumirin, unë nuk jam për ngut asgjë, nëse ju nuk jeni, unë jam super rahat. Çka tha diçka tjetër kryeministri, çka ka potencuar që nuk i ka votat për qeveri. Pra, ju ma votoni, sepse unë votat, i ka ma votoni Albolenën për kryetare. Qysh është e mundun t'i ketë votat për qeveri, por nuk i ka votat për kryetare të parlamentit? Përderisa nuk vjen momenti që me dëshmu të kundërtën, ai mundet me përdor një deklarat tillë. Ideja është që mja pamundësu dikujt me i përdor deklaratat të tilla që hipotetikisht që kanë të pavërteta. Na nuk mundimi, kjo është çështja e debatit pastaj. Në qoftë se him na dhe diskutojmë me zotërin Kurti, se a janë numrat ose jo për qeveri, është vetëm çështje e debatit. Na humbim qysh në start arsyeën pse diskutojmë, sepse nuk po ndodh skenari që me dëshmu diçka tillë me vërtetu, në qoftë se për zonën Haxhiu nuk kanë votat, që mundemi me konstatu janë 57 maksimumi. Për zotërin Kurti na nuk e dim, hipotetikisht na mundemi me aludu që votat e njëjta do të përsëriten, mirë po ideja është pse nuk po shkojmë te momenti konkret, edhe me dëshmu diçka tillë, edhe pastaj me vazhdu tutje. Unë këtu e kam pas kritikën kryesore tek deputetë e Republikës Kosovës, që kanë heqë dorë që t'jenë aktivist në kuvendin e Republikës Kosovës, që t'kenë një politikë aktive në kuvend. Sot, vetëm 57 deputet janë aktiv në kuvendin e Republikës Kosovës. Tjerët vetëm shkojnë se për me i po mediat edhe për me dalë prej ato. Unë nuk e di që nga seancët që kanë fillu me abstenu edhe për formë të votimit. As kundër, as nuk abstenojmë, as nuk votojnë për, cilën është aktiviteti atyre deputetëve që shkojnë edhe marrin pjesë. Ata kanë heqë dorë nga ushtrimi i aktivitetit edhe i përgjësisë që ja u ka dhënë qytetari. Qytetari nuk ja u ka dhënë përgjësinë edhe besimin që me shku me najtë në kuvend, mirë po gjurëmt e tyre, deputetëve, për pas 57, na mundimi me i gjetë vetëm të nënshkrimit e tyre si pjesëmarrës në kuvend. Edhe ata 57 tjerë çfarë bëjnë përveç që ngrisin dorën? Po, çka kanë me bëjnë deputet tjerë për pas me votu pro, kundër ose me abstenu. Mirë. Nuk kanë asnjë aktivitet tjetër.